trombesh, shqetësohesh për një kolaps global, shqetësohesh ti që çmimi i naftës mund të rritet nëse Irani bllokon importin, eksportin e naftës. Trombesh ti që ne mund të jemi shumë shpejt në një luftë globale. Alfred Sako tha që në 2027 mund të plasë një luftë botërore e tretë. Dëgjoj, ti e njeh shumë mirë ambientin e programit tonë rreth 4 orë. E kemi që në vitin 2020 që po përgatitemi për këtë luftë, apo jo? Për pandemi, për vaksinë, kështu që ne personalisht i kemi marrë masat, por ajo që është ulërice është gjithmonë në Shqipëri ngritja e çmimeve ndodh kur dikush e ka në mendje luftën. Pra nuk reflektohet me pasoja më mbrapa, por mjafton të kemi një raket në ajrin e Teheranit dhe fillojnë oligarkët tonë ngrenë ato çmime. Patjetër ne jetojmë në Tiranë ku çmimet rriten çdo ditë, jetesa është bërë shumë e shtrenjtë dhe një luftë e tillë natyrisht do pasqyrojë edhe në ekonominë tonë familjare apo individuale. Nuk ka besoj njëri në botë përveç Fred Sako si do luftë se ka hallin e parashikimeve. Por problemi është kush na çoi drejt luftës, cilat janë shkaqet dhe pastaj të analizojmë dhe pasojat që do jenë të rënda. Shkaqet është gjithmonë formimi arsimor dhe kulturor. Lindja e mesme është quar për marrëdhënie shumë të afërta me Perëndimin, është një nga vendet që ka lindur edhe Jezu Krishtin, edhe Muhamedit, edhe të tjerë të dërguar të Perëndisë, dhe po ta vësh re të gjithë besojnë ka një Zot, të gjithë proklamojnë paqe, por aty s'ka paqe, apo jo? Domethënë kjo është shqetësuese dhe janë popullsi të rritura dhe të ndara mes njëri tjetrit. Po bënim një analizë në rreth 4 orë dhe çfarë i ndan dhe i bashkon muslimanët, arabët, Palestinës dhe izraelitët, hebrejnë. Dhe thellë ata ishin gati të njëjtë. Hebrejnë dhe arabët përdorin dorën për të pastruar anusin, e lajnë me dorë. Të dy meshkujt hebrejnë dhe meshkujt arab bëhen synet. Meshkujt, hebrejnë dhe arabët nuk e hanë mishin e derit. Ata kanë ushqim të veçantë që e quajnë kosher, ndërsa arabët e kanë halal. Më kupton, thellë, ata kanë kushuri mes vetes dhe kjo luftë brenda llojit që nga vërtet e tmerrshme. Ndaj unë bëjthia njerëzve besoni drejt për së drejt në Zot, në Perëndi, pra ti dhe njeriu, se sa fut të burokracitë e hoxhave dhe prifërinjve, sepse vetëm për çari e mbjellin. Kështu që të besojnë në shkencë, të besojnë në Zot, edhe ta shijojnë jetën ashtu siç e shijon një mesdhetar.